Nga njësia 5 e identifikuar me më shumë probleme në Tiranë, Ervin Velia i shpalosi kontratën me qytetarët, duke premtuar kopësht, qerdhe dhe shkollë të mesme të re. Programi i tij për këtë njësi nuk ndalet vetëm tek shqetësimet e vogla, por edhe te përfundimi i unazës së madhe brenda 2015-s dhe ndërtimi i një parku olimpik për sportistët dhe jo vetëm. Kontrata jonë konkrete për njësim 5 është një shkollë e re e mesme, një qerdhe, një kopsht i integruar me qerdhe, një bibliotek për studentët e njësisë dhe qendra shëndetësore e re në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë brenda mandatit tonë të parë. Kopshti zoologjik, qendrën olimpike dhe përfundimin e gjithë rekonstruksionit të pistës liçeni. Ky vit nuk do të mbyllet pa inauguruar unazën e re, e cila të çliron një herë trafikun. Veliaj nuk la pa shigjetuar edhe rivalin e tij, i cili është banues i kësaj njësie. Sipas Veliaj, Doktor Kosova nuk duhet të ndihet mirë, pasi harresa në 4 vite për këtë njësi ka sjellë probleme të shumta. Ti jesh kandidati i Shqupit, kandidati i Saliut, kandidati i Lulit, në njësim 5 do të jesh shumë siklet i madh, sepse 473 probleme nuk linden në një ditë, linden në 4 vjet neglizhencë totale për zonën më të populluar dhe më elitare që ka sot Tiranë. Ndërkohë që paralajmëroi deputetin e Demokratëve, që sipas tij ka zaptuar parkingun e makinave me makinat e tij që shiten pranë stadiumit Dinamo, se pas 21 qershorit kjo hapësirë u kthehet qytetarëve. Deputeti i Partisë Demokratike që ka uzurpuar parkingun tek stadiumi Dinamo dhe në një operacion policisë që ndalon shitjen e makinave në rrugë, e ka transformuar me një leje provizore të bashkisë dhe të kryetarit vetë partisë në një parking ku shet makina dhe nuk lejohet të parkojnë qytetarët, në datën 22 ajo kontratë anullohet. Ndërkohë që mushkonjat e shtuara nga papastërtia e lumit Lan do të largohen me një projekt dezinfektimi në 12 faza që kandidati i mazhorancës synon të jetësojë pas 21 qershorit.